Në krye të sigurimit të shtetit ishte drejtoria e sigurimit të shtetit që mbarej drejt për drejt nga Ministria e Brendshme dhe në praktik vetë nga Enver Hoxha. Ajo kishte deg në çdo qytet, ndërmarrje, fshat, shkollë e ushtri. Çdo deg kishte një zyrtar përgjegjës për informacionin politik. Pjesa më e rëndësishme ishte rrjeti bashkëpunëtorëve sekret, që njiheshin si informator ose bashkëpunëtor të sigurimit. Ata ishin qytetarë të zakonshëm, punëtor, student, mësues, madje dhe priftërinj, të cilët rekrutoheshin fshehurazi për të mbledhur informacione. Sigurimi rekrutonte njerëz për arsye si frika, interesi dhe bindja ideologjike. Pasi pranonin, nënshkruanin një betim sekret dhe merrnin një pseudonim, emër të koduar që përdorej në raportet zyrtare. Bashkëpunëtorët takoheshin rregullisht me oficerin e sigurimit, i cili merrte raportet e tyre në shkrim. Ata jepnin informacione për çfarë flisnin njerëzit për Enverin dhe partinë. Kush dëgjonte muzikë apo radio të huaja, kush shikonte filma të ndaluar, kush kishte kontakt me të afërm jashtë shtetit dhe kush tregonte shenja pa kënaqësie. Një fjalë thënë me humor, një batuta apo një koment për varfërinë mund të mjaftonte për t'u arrestuar. Të gjitha informacionet grumbulloheshin në dosje sekrete personale, të cilat ruheshin për çdo qytetar. Në to shkruheshin çdo raport i spionëve, çdo bisedë dyshim, çdo kontakt me të huaj dhe çdo shenjë sjelljeje armiqësore. Pas vitit 1991, kur u hapën disa arkiva, shumë shqiptarë zbuluan se kishin qenë spionuar nga shok, fqinj apo madje të afërm. Fal këtij rrjeti të dendur spionazhi, Enver Hoxha kontrollonte çdo cep të jetës shqiptare, nga fabrikat e shkollat, nga kafenet e shtëpit. Njerëzit mësuan të heshnin, të mos besonin askënd dhe të jetonin me frikë se muri ka vesh. Në thelb, sistemi i spionazhit në diktaturë e izoloi shoqërinë shqiptare nga vetvetja, duke shkatruar besimin njerëzor për shumë